panu të gjitha partitë nëse kam vërë Po, cili është qëndrimi juaj si parti protestës? me morë qëndrimin, mas mbledhjes besoj duhet të bëjt me morë qëndrimin që dalin për mbledhjes kryesisë. Kur jeni ftu nga vetëvendosja për takim, cilat ditë? Sot nëse nuk e bëj. A jeni të gatshëm me ulë me bisedu me vetëvendosjen vetëm për çështjen e Me presidentit? kryesin, po takuam me kryesin për me dalë me qëndrime dhe me vendimin për cilat sigurisht dikush me uve për neve kam një njëftu mas mbledhje. Është diskutuar edhe për çështjen e shkarkimit të zotit Rami Xhikut, kryetarit aktual të LDK-s. LDK-s me u shkarku kryetar s'ka pas kur si praktik. Edhe u shalu të mediat edhe në organizatorët besa që më pas kujdes që po i emërtojnë iniciativat që i kanë morë. Më ka shkarkim. Ka iniciativa demokratike të cilat njerëz kanë drejt me morë, edhe me vazhdu me procedu derisa të mrrin me finalizu nëse mrrin. Nëse mrrin. A mendoni që kanë me arrit, me mrri, me finalizu këtë? Tash kjo supozim. Kjo supozim. Supozim më shumë nivel të supozimit, me që e mira është që LDK ka institucionet e saj edhe në këto institucione merren vendim. A keni me diskutuar edhe këtë çështje sot në takimin e kryesisë? Kemi diskutuar gjitha çështjet që janë temë për LDK-n këto ditë edhe për tavë. Cili është qëndrimi juaj për këto shkrime? Ju keni pozitë të rëndësishme në parti. Ç'kuptim për atë? Qëndrimi juaj për këto shkrime që janë duke u mbledhur. Unë po besoj që unë në kuptu ajo që ka thashë që nuk është praktike LDK-s prej themelimit deri më sot dhe vazhdoj më besu dhe më pas bindje që s'bën me kriju një presedant tillë të lëvizjeve, sidomos situata kur ka një nevojë për një LDK të fortë. Besoj që qëndrime të tilla të dalin edhe për mbledhjes kryesisë dhe besoj shumë që një pjesë e njerëzve që janë pjesë e kësaj iniciative të cilët kanë sot e 37 vjetë që merren me aktivitet në LDK kanë me thirrë gjaftësisë dhe mendjes edhe me ulë reforma të tensione që kanë ngrit gjatë një vite. Po besoj që të njëjtën kam drejt si sekretar me kërku edhe për ju mediave që mi kontribu uljes tensioneve, jo se cilët deklarim me këty lajmë se si bën një asë të kësaj vend. A do të mbeten ata në LDK për shkak se prej Xhikut ju është kërkuar ndërheqja të paktën 2 prej tyre? Antarësimin në LDK edhe përkatësimin e LDK sonë përcaktojmë, ose në Xhikut njerëz janë LDK pse i kanë bindur në LDK, normalisht që mbeten LDK dhe unë besoj shumë që kanë vazhduar aktivitetin për aq sa kanë vullnet edhe për aq sa kanë energji në kuptim të fizikut edhe të mendjes. Po në pozitat që i kanë si kryetar degësh? Pozitat që kanë kryetar degësh sigurisht ata mesin kryetar degëve deri në zgjedhjet e rregullta të LDK-s, edhe po besoj shumë që LDK ka vazhduar me respektu ciklin e rregullt të organizimit të zgjedhjeve, diçka të cilën e ka bërë edhe në kohë lufte kur kemi qenë rrezik edhe për jetë, e deri më tash jemi në liri edhe në mundësinë më të madhe që më ndërtu demokracinë më moderne, më të mirë mundshme edhe për LDK në atë pesë. Personalisht a jeni për një takim me vetëvendosjen me qenë se ka ardhur ftesa? Edhe në çfarë orë është? Po besoj që në situata të tilla kanë shumë rëndësi mendimet personale. LDK-ja funksionon me institucionet e saj. Sot është takimi i kryesisë, mas kryesisë dikush del edhe sigurisht që i interpreton qëndrimet e mbledhjes edhe në raport me takimin me Kurtin edhe me tema tjera për cilat kemi nevojë me qartësu. Për çfarë ore është thirrja, deni orën e saktë? Nuk e di. Faleminderit.